U rikthyer përsëri në këtë transmetim, jemi me ju në Albania Newscast, si gjithmonë ju bëthirë në bëni subscribe në rrjetet tona sociale, por edhe në kanalin tonë në YouTube, jepni komentet tuaja, jepni edhe përshtypje, do t'i shikojmë me shumë vëmendje dhe për ato tema që do t'jepni sugjerime, padyshim që do t'i reflektojmë me të ftuarit. Do ndalemi tek një zhvillim i rëndësishëm që ka ndodhur gjatë javës së kaluar. Zoti Berisha është rikonfirmuar, asnjë surprizë deri këtu, në krye të Partisë Demokratike, ka qenë kandidati i vetëm nga kjo forcë politike për të drejtuar edhe partinë që me sa duket do ta drejtojë dhe për shumë kohë. Ka deklaruar në fakt një ditë më parë zoti Berisha që do të jem në krye të PD-s deri në moshën 93 vjeç. Një deklaratë shumë e fortë. Do ndalemi tek zhvillimet brenda PD-s, por jo vetëm, edhe të gjithë opozita. Kam kënaqësinë të kem të ftuar në këtë pjesë Alesia Balliun, e cila është nga zërat e fortë kritike, duhet theksuar, me opozitën, dhe do ndalemi edhe ditën e sotme te qëndrimi i saj, por do shkojmë pak më thellë, ta njohim dhe pak më mirë Alesien. Unë e njoh, por ta njohim pak më shumë edhe publiku. Alesia, faleminderit. Kënaqësi që të kam në një platformë tjetër vizive bashk, mediatike. Çfarë motivon Alesia Balliun në këtë betejë të fortë politike që duket sikur e ka vetëm me zotin Berisha? Tani kjo shkon për te betejës personale të Alesia Balliut me Sali Berishën. Unë këtë betejë e bëj për shqiptarët, e bëj për demokracinë në Shqipëri, por mbi të gjitha e bëj për parimet në të cilat unë besoj. Dhe pa diskutim, kur vendosa të angazhohem në politikë, vendosa të angazhohem për të shërbyer dhe për të shërbyer popullit. Kështu që në këto momente unë jam në një mision dhe jam duke bërë një shërbim për demokracinë e vendit, një shërbim për shqiptarët, por mbi të gjitha jam duke luftuar për një kaos të drejtë, sepse fatkeqësisht sot garantuesi më i madh i pushtetit e Edi Ramës e ka emrin Sali Berisha. Alesia, ti besoj i shikon komentet, sulmet, rrjetet sociale, kritikat e tjerë. Si ndihesh kur shikon kaq shumë sulme, kaq shumë kritika ndaj një pjesë e demokratëve që dikur i ke mbrojtur? Ato nuk janë sulme ndaj Alesia Balliut, ato janë sulme të paguara dhe të dirigjuara nga djali i doktor Berishës, i cili aktualisht drejton Partinë Demokratike, është kryetari i Partisë Demokratike. Dhe këto shqetësime pa diskutim që i kam shprehur dhe i kam thënë me zë të lartë, dhe kur thua të vërtetën, pa diskutim që do kesh sulme. Pra i ke nga Shkëzem Berisha, po thua? Nuk është se janë të papritura, pa diskutim, dhe janë sulme të paguara. Po përse do sulmonte Shkëzem Berisha Alesia Balliun? Çfarë i prish Alesia? Alesia i prish punë sepse Alesia po thot vërtetën me zë të lartë, po tregon atë çka realisht po ndodh në PD, po tregon kush e komandon Partinë Demokratike, kush është kryetari i kush bën pazaren kurrizë demokratëve, kush po pasurohet duke ndetur 13 vite arbër në opozitë dhe si demokratët po varfërohen. Dhe pa diskutim thuaj të vërtetën dhe bëhesh e urryshme pastaj nga pjesa tjetër e kundërshtarëve tu. Në moment që unë them të vërtetën dhe bëj betejën për të vërtetën, është e pritshme që unë do kem sulme nga një makineri pushteti e theksoj që pasurohet 13 vite në opozitë. Ndërkohë demokratët varfërohen, ndërkohë PD-ja nuk ka asnjë shans që të vinë pushtet, ndërkohë që PD-ja lufton me drejtësinë. Do ndalim tek këto element. Megjithatë, Alesia, ka prova për këto, se duhet të jem korrekt edhe me palën tjetër. Ata nuk i kemi këtu, por përpiqem unë që të jem në palën mbrojtëse. Ka prova që është pasuruar zoti Shkëzem Berisha? Nuk e kam parë aktivat, ai duket i tërhequr të paktën mediatikisht. Tani aktiv ka qenë se për sa kohë është në çdo protestë Partisë Demokratike, për sa kohë është në çdo votim Partisë Demokratike, për sa kohë është në çdo pazar të Partisë Demokratike, për sa kohë dalin fatura që oligarkë që janë miq të Ramës paguajnë sponsorizime reklamash, te syri televizion do të thotë që lidhjet e zotit Shkëlzem Berisha me pushtetin janë më të forta se sa lufta që ai ka me të. Do doja që ta evitonim mediat e tjera. Dua të jem korrekt me kolegët. Me që doje fakte, atëherë mos kërko fakte kur do të jesh korrekt në profesionin e gazetarisë. Ti e di që unë gazetar, pavarësisht bindjeve që kam, i respektoj të gjithë. Unë gazetarët i respektoj më shumë se të gjithë dhe kam një respekt për të gjithë. Unë sulmova pronarin, jo gazetarët, që të jemi të qartë. Ndërkohë, për të vijuar pak edhe tek zgjedhjet, besoj ti i ndoqe. Para se kalojë te zgjedhjet, më jep edhe një koment tjetër. Një kritikë e fortë që bëhet me Alesian është që është opozitë e opozitës. Ka dashur ndonjëherë ose ka patur oferta që të vëjë te Partia Socialiste Alesia, do të shkojë te Partia Socialiste një ta sqarojmë mirë këtë punë. Punon për PS-n Alesia? Alesia Balliu është demokrate,
Alesia Balliu është e pakorruptuar, Alesia Balliu nuk ka probleme me drejtësinë, nuk ka probleme me ndërkombëtarët, është qytetare e lirë dhe si qytetare e lirë beson te kauzat e ndershme dhe për ato lufton. As janë pasuruar në kurriz politikës dhe as kanë përfituar ndonjë gjë politik, për mos se ka marrë sulme, mashtrime dhe gënjeshtra të servirura nga klani Sali Berishës, si ato që Alesia Balliu punon në shtet, kur Alesia Balliu në jetën e vet nuk ka punuar një ditë vetëm në administratë shtetërore. Ka 6 vite që punon avokate, ka botuar 2 libra, një në Shqipëri, një në Amerikë, ka botuar shkrime shkencore në lidhje me jurisprudencën në shtetet e Bashkimit Evropian dhe në Angli, dhe gjithë puna ime është dedikuar pa diskutim te jurisprudenca, te libri dhe te kontributi për një pasion veçantë që kam për politikën. Fjalët pastaj, trillimet, pa fakte, të klanit Berisha mua nuk më bëjnë më përshtypje, përkundrazi në këtë fazë më bëjnë qesh. Alesia në Partinë Socialiste nuk do ta shkojë ndonjëherë apo jo. Nuk është që po punon ose je lidhur me dikë politikisht atje që të shtyn. Duhet të sjaroj këto pikë sepse shikoj që janë si kritikat kryesore që ke. Unë po punoj faktikisht dhe jam lidhur me dikë për të bërë kauzën, për ta bërë Partinë Demokratike më të madhe, më të bashkuar dhe për ta bërë konkursin. Pra të gjithë zëra që thonë do shkoj te PS-ja Alesia, ti thuaj që janë të pavërtetë. Do jesh në PD dhe nuk e Unë me vërtetë. vetmin person që jam në bashkëpunim real për të shpëtuar PD-n është vetëm Ervin Salian. Do ndalemi në televizia Salian. Nuk kam lidhje fare me Partinë Socialiste, këto kanë nuk din të ndajnë personale nga politikja, mund të shohin në një fotografi me një mik, me një shok që mund të ketë bindje të majta dhe artikulojnë, e transferojnë dhe bëjnë gënjeshtrën si të duan ta servirin. Por mua nuk më intimidojnë këto. Mama jote si pret këto sulme Alesia, mërzitet? Se ti nuk e ke babajnë për ata që ndoshta nuk e. Mamin e kam nga Tepelena faktikisht edhe nuk është se është nga ato që bën pas, edhe ja kam marrë edhe një pjesë të karakterit, për të vërtetës. Kështu që nuk familjarisht jeni nuk ju bezdisin shumë këto. Ti je mësuar, besoj. Absolut, nuk më bezdisin, mua më bëjnë më të fortë. Madje më japin janë kurajoja që më japin që jam në rrugën e duhur. Se fakti që ato bezdisen kaq shumë nga e vërteta, do të thotë që po i dhëmbe, dhe mua më duhet ta vazhdoj betejën deri në fund. Alesia, për të futur tek zgjedhjet, si e pe rizgjedhjen e zotit Berisha? Pritej, nuk është se ishte në një risi. Një korrigjim se ju jeni dhe profesionist, farsa. Sepse zgjedhje nuk ishte. Zgjedhje ka kur ke 2 kandidat, 3 kandidat. Rizgjedhja, rikonfirmimi. Jo, as rizgjedhja, as rikonfirmimi, farsa. Ti përdorim termin që duhet, farsa që ju servir shqiptarëve, sepse Berisha kishte një konkurim. 40 vite ka ndetë Enveri, 36 ka Berisha në kryet PD-s. Ky pa kaluar kohën e Enverit, po se të çoj 41-42 nuk heq dorë. 93 vjeç tha. Po më mjatë, ai mund të thotë edhe në 105 i dhënë Zoti shëndet për atë punë. Por koha e tij politike ka mbaruar. Sali Berisha fliste për Ramën si kufon politike, por nuk e ka kuptuar që kufoma më e madhe politike sot e ka emrin Sali Berisha. Njeriu më i urryer për shqiptarët sot është Sali Berisha. Njeriu i cili e fundosi Partinë Demokratike quhet prap Sali Berisha. Dhe gjitha kjo ndodhi vetëm për interesat personale dhe familjare. Sepse PD-ja sot po mban kusure të cilat nuk i kap se ti mbaj dhe pa diskutim këto ja atribon vetëm Sali Berisha, si me faktorin ndërkombëtar, si me institucionet e drejtësisë. Partia Demokratike nuk ka probleme, as me drejtësinë, as me ndërkombëtarët, por i ka personazhi i cili quhet Sali, që unë dua ta cilësoj fiks kufoma politike e Shqipërisë. Përse mendon, pavarësisht kësaj që shumica demokratëve nuk i dalin kundër zotit Berisha? I kanë dalë më kundra, sepse pa diskutim, po ta vësh re pjesëmarrje, nuk është ajo që ka thënë zoti Berisha. Si ishte vërteta pjesëmarrja? E vërteta është që pjesëmarrje nuk kanë qenë 4.000 vetë në total. E vërteta qëndron që nga rezultati i Bashës ne jemi 300.000 vota minus me zotin Berisha, nga 30.000 që ishim. Këto janë fakte. Zgjedhje parlamentare. Tani se manipulimet që i bën Berisha brenda partisë ne i dim, jemi koshient. Tani është edhe fakt më shumë votues pati Besar Xhaferi kur u votua për kryetar të Forumit Rinor, se sa Berisha për kryetar i PDSH-s. Se Besartin e votuan 5.000 vetë atëherë.
Berisha i ka pas Keni prova për këto, Alesa, keni dokumentuar? Po pa diskutime që janë të dokumentuara, madje ka kamera caktuar se sa veta kanë hyrë për të votuar. Ai është një manipulim që ky do ta trompotoj si fitoren e madhe, fitoren ndaj kujt? Fitoren ndaj kujt? Se demokratët janë po në opozit. Tani po vinë shumë shpejt zgjedhjet lokale dhe aty do shohësh katastrofën më të madhe në ndrejtimin e Sali Berishës. Dhe prap aty do vijoj kënga, na vodhi Rama, nuk hymë narkoshtetin, nuk e njohim narkoshtetin. Ndërkohë, mish narkoshtetit i kanë deputet. Familjar që kanë lidhje me narkoshtetin i ka bërë deputet dhe i mban fytyrën e Partisë Demokratike. Për keke, se do të flasim me gjëra konkrete. Po tani i konkrete. din shqiptarët, i din mediat kanë folur boll. Tani ti ke marrë nga familje trafikantësh, narkotrafikantësh, i ke vënë deputet edhe thua pastaj do sulmojmë narkoshtetin. Është ironike kjo. Po tallet me demokratët. Kështu që në këtë prizëm unë heci me kartën e moralit. Prandaj jam me besim plot që ta fitoj këtë betejë. Sepse Sali Berishës i ka humbur morali politik. Ai sot aty rrim për interesin personal, por mbi të gjitha për të ruajtur pasurinë e familjes vet. Jep një koment edhe për garën që do bëhet për Këshillin Kombëtar, për kryesinë, sekretariatet. Do ketë ndonjë ndryshim apo shikon të njëjtët figura ndoshta? Mund të ketë një ndryshim të disa figurave që janë po afër Sali Berishës, të cilët ai do t'i vëj aty si kukullat e veta për të që unë ndrova lëkurën. Është si puna ujkut, i cili thjesht do ndryshoj pamjen, po jo se do ndryshoj gjë në brendësi. Mund të heqë fjala bie sekretarin e përgjithshëm, ta zvendësoj me një figurë më të re. Zoti Noka. Po, mund ta heqë vetëm për të mbyll gojën e demokratëve, por thënë që unë po bëj riformatimin e Partisë Demokratike, por kjo është farsa Radhës, është fasada Radhës. Sepse nuk mund të ketë zgjedhje as të sekretarit, as të Këshillit Kombëtar, as të kryesisë arbër kur nuk ka zgjedhje për kryetarin, sepse jemi përballë një farse. Dhe këtë farsë demokratët nuk e pranojnë. Dhe tek këto demokratë nuk po flas vetëm për vete, po flas edhe për zotin Salianin dhe ne normalisht do marrim një nisëm për ta shpëtuar Partinë Demokratike. Cila është nisma që do? Nisma është për të mirën e demokratëve, për të pasur një parti demokratike më të fortë, më të hapur, më të bashkuar. Dhe një parti demokratike ku respektohet gara, ligji dhe rregulli, që me këtë zotrin absolutisht nuk ekzistojnë. Po flasim për nisma ligjore? Nuk ka të bëj vetëm me nismë ligjore, është përtej nismës ligjore, ka të bëj me frymën që përcjellim ne si alternativë të demokratët, sepse nismën ligjore ne provuam me Lulzim Bashën dhe nuk patëm rezultat, sepse partia është frymë, janë njerëz, janë individ, janë vota, nuk është kush ta jep ty vulën si gjykat. Gjykata mund t'japi vulën, por ti nuk e njerëzit, dhe për sa kohë ti nuk e njerëzit, do të thotë që ti nuk përfaqëson askënd. Dhe në këtë prizëm, pa diskutim e rëndësishme është fryma. Dhe gjithë personat cilët besojnë tek ideali, gjithë personat që e duan këtë parti, gjithë personat që duan që kjo parti të ecë përpara. Alesa, më the pak më herë që po bashkëpunoj me Ervin Salianin, i cili edhe i donte dhe synonte postën e kryetarit, nuk e lejuan, e përjashtuan me atë që quhet Pa diskutim që po, sepse unë e kam Ka njerëz të tjerë në grupin tuaj, në lëvizjen tuaj? Unë nuk e bëj për post personal, unë e kisha specifikuar edhe në fillim. Unë e bëj për kauzën në cilën besoj, për parimet në cilat besoj. Nuk jam dakord me padrejtësinë e madhe që u bë zotit Saliani, pasi bëri burgun për Partinë Demokratike, ka fituar çdo garë ku ka qenë pjesë në Partinë Demokratike, dhe pa diskutim linçimi edhe shpifja në mungesë të argumentit janë të dëmshme për vetë partinë, por edhe për atë çka kjo parti apo kjo forcë politike paraqet tek populli, sepse kjo jep një mesazh qartë që zërin kundra e linçon, zërin kundra e fyen dhe zërin kundra i vën etiketime të pahishme dhe pa prova dhe fakte. Ka njerëz të tjerë në grupin tuaj, në lëvizjen tuaj? Si pa është? diskutim më të votuarit e të gjithë qarqeve kanë suportuar zotin Saliani. Ju keni parë, për shumë flas për Elbasanin, se aty kanë bërë dhe fushat, zoti Qani Xhafa, i cili ishte kandidat për deputet më i votuar në qarkun e Elbasanit, në listë të hapur, doli pro lëvizje zoti Saliani dhe ka qenë pjesëmarrës në aktivitetet e tij.
Po të marrim Hysén Kadiun pastaj në Tiranë, që ishte prapë me i votuar i primarit, ka shumë pjesë në çdo aktivitet të zotit Saliani, po si këto shumë e shumë figurat e tjera në Durrës, në Shkodër, Arbeni në kryetari i PD-s së Shkodër, është një grupim shumë i mirë demokratësh dhe pa diskutim që duan të mirën e kësaj partie. Dhe neve po besojmë te kjo kauzë, nuk është çështja kush bëhet kryetar. Kryetar mund bëhet kushdo i cili duan demokratët përveç Sali Berishës jo. Sepse Sali Berisha bëri një statut cilin e votuan antarët e PD-s dhe i cili nuk u respektua nga ky vetë që e votoi dhe e propozoi vetë. Kështu që duke parë shembullin siç po drejton Sali Berisha PD-n sot, nuk duhet të drejtohet Shqipëria nesër. Dhe ky është slogani më i qartë që e din demokratët, e din shqiptarët, dhe ne po luftojmë që siç po drejtohet PD-ja, mos drejtohet Shqipëria, se PD-ja ka ardhur koha për një drejtim të ri, ka ardhur koha për riformatim, ka ardhur koha për bashkim, ka ardhur koha të jemi pro drejtësisë, pro faktorit ndërkombëtar dhe të jemi të besueshëm për qytetarët në mënyrë që ne t'i mobilizojmë, që të arrijmë të jemi alternativë kundërshtuese ndaj qeverisë dhe më mbrapa të jemi fituese. Nuk mund të fitojmë në këtë gjendje që jemi. Kushdo i cili bën propagandë boshe nëpër studio televizive dhe thotë që me këtë ekip që ka Saliu dhe me Saliun kryen ne fitojmë, po gënjen veten. Po deputet janë simpatizantë të lëvizjes Saliani, ndoshta e publikisht, po flas jashtë kamerës. Ka një pjesë shumë të mirë, e cila duan që Partia Demokratike të ketë ndryshim, që pa diskutim duan dhe janë pro lëvizjes Saliani, ndoshta mund mos jenë për Salianin kryetar, por që nuk janë as për Berishën kryetar. Pra ka një grup thua që ka një grup i cili do garën, se zoti Saliani në fund edhe unë pretendonim garën. Gara do vendoste pastaj në bazë të votave të shumicës kush do ta drejtonte, se pa diskutim përveç me dhe zotit Saliani mund të ketë edhe individ tjerë demokrat që brenda grupit parlamentar duan të garojnë. Dhe ne unë kam për t'ju hequr drejtën askujt për të garuar, për mua të gjithë duhet të garojnë dhe të fitojë personi i cili duan demokratët, që ta udhëheqë dhe të bashkohen drejt kauzës mbrapa. Elisa, po hapat që do ndërmerrni në ditët në muajt në vijim, duke sikur çështja për zgjedhjen e kryetarit tashmë u mbyll në Partinë Demokratike, por ju nuk do dorëzoheni, me sa po kuptoj. Unë me sa kuptoj dhe me sa e lexoj politikën, di vetëm që është etapa e fundit e familjes Berisha në krye të Partisë Demokratike dhe me farsën e bërë, thjesht konfirmoi fundin e tij politik, i cili do jetë një fund politik jo i mirë dhe pa diskutim do mbjelli mlef tek demokratët, sepse humbje mbas humbje, maska e hipokrizisë tashmë i ka rënë, edhe pa diskutim që hapat që unë do ndërmarr do jenë takimi me demokratët, do jetë pa diskutim takimi me ndërkombëtarët, do jenë vizita që do bëj në Bashkimin Evropian, po dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, me figura dhe personalitete. Një tur ndërkombëtar. Po patjetër. I ke shkruar letër, mos gaboj. Letër po, dhe kam edhe komunikim me figura të politikës djathtë ndërkombëtare dhe shpejt do kem takime përkatëse si më edhe në SBA dhe pa diskutim që do t'i bashkohem lëvizjes së demokratëve për një PD më të mirë. Dhe pa diskutim do jemi në qashmit e mi, cilët duan garën dhe kanë guxim të artikulojnë vërtetën me zë dhe me figurë, siç është edhe figura e zotit Salianit, cilin unë e vlerësoj. Ke patur në këtë periudhë kohë ndonjë mesazh, ndonjë reagim nga demokratët ose njerëz pranë zotit Berisha që lere me kaq, mos e vazhdo? Po, kam pasur pafund faktikisht dhe nga njerëz shumë të afërt që Çfarë kanë thënë? Po faktikisht më kanë thënë që ta stopoj, madje në një moment dikush shumë afër doktorit më ka thënë edhe që Alesia bëj një status dhe thuj vetëm Sali Berisha e bën këtë punë. E thash. Në këmbim të? Po, në këmbim në pozicioni, siç e mori ky Ilir Ali Mehmeti dhe Aulon Kalaj, ato një departamenti në Partinë Demokratike. Dhe i thash pa diskutim, unë me parimet e mia nuk negocioj. Dhe këtë e kam primare. Kështu që unë betejën do ta vazhdoj për ato demokratë që më besojnë, për gjithë shqiptarët cilët e di që më vlerësojnë për këtë betejë dhe për këtë luftë që po bëj për
Partinë Demokratike, për demokracinë në vend, por mbi gjitha për shqiptarët cilët janë të lodhur nga xhaketat e vjetra, politikës vjetër 35 vjeçare dhe cilët me padurim presin që brezi i ri ta marrin dorë jo vetëm Partinë Demokratike, po gjithë politikën dhe t'i japi një frymë të re, një frymë pozitive, një frymë europiane, me një politik qytetar dhe jo një politik fyse, linçuese dhe ofenduese në mungesë të argumentit. E shikon Ervin Salianin si kryetarin e ardhshëm të PD-s? Ervin Saliani është një djalë i cili i plotson kriteret për të garuar edhe për ta drejtuar Partinë Demokratike. Pa diskutim që për mos Ervinit mund t'jem unë, mund t'jetë dikush tjetër, por e rëndësishme është që të hapet gara, dhe do jenë demokratët ata që do ta vendosin. Zoti Saliani është demokrat dhe çdo sulm që i është bërë, në opinionin tim, është bërë nga frika, por mbi gjitha dhe nga guximi që zoti Saliani mori për të kundërshtuar leadershipin dhe për të folur për problemet reale që sot ka realisht Partia Demokratike. Ç'mendim ka Alesja Balliu për kryeministrin Rama për qeverinë e tij? Atëherë, pa diskutim që mendimi i parë kur më pyet për Ramën, them ka lind me fëmijësh për sa kohë ka Sali Berisha në krye të Partisë Demokratike. Po mendimi i dytë? Mendimi i dytë pastaj është fatkeqësi që Shqipëria është kthyer në komunizëm, sepse duam s'duam jemi përballë këtij fakti që kemi një parti shtet, kemi një lider autokrat dhe një lider i cili populli është lodhur, por që nuk ka kë voton, sepse kur shikon Berishën, thonë s'kemi çfarë bëjmë dhe jemi përballë kësaj alternative. Prandaj është e nevojshme dhe domosdoshme shpëtimi i Partisë Demokratike për t'ju rikthyer demokratëve dhe për t'ju rikthyer kjo parti shqiptarëve, sepse kjo parti sot i shërben vetëm familjes Berisha. Nuk i shërben demokratëve, nuk i shërben shqiptarëve. Kushdo i cili thot që Sali Berisha bëhet kryeministër nesër, e thot pa diskutim nga detyrimi që i ka, jo nga bindja se Sali Berisha mund të bëhet vërtet kryeministër nesër. Dhe kjo është diferenca. Kurse personat cilët besojnë tek unë, tek zoti Saliani, kanë një shpresë që me individ të ri kjo parti bëhet dhe kjo parti fiton. Me Berishën thjesht ruhet pushteti, por jo që pritet ndryshimi, jo s'është e ardhmja, dhe kjo është e dhimbshme. Me një koment për partitë e reja. Agron Shehaj, Adriatik Lapaj dhe më pas zoti Erlin Qori. Si shikon këta faktorë? Tani t'jap një mendim si parti politike apo si individ? Si shikon si drejtues të partive politike? Zoti Qori për shembull është shumë i përgatitur, ka ana intelektuale, por që Alesja Balliu nuk do ta votonte kurrë sepse është radikal i majt. Edhe unë kam bindje të djata, por që si figurë kam respekt për atë çka përfaqëson si profesor dhe si intelektual. Po për zotin Shehaj? Zoti Shehaj është deputet i djathtë, është një person i cili kishte aspiratat e veta për drejtuar Partinë Demokratike, në mungesë të garës bëri zgjedhjen e tij, sepse ai garoi dhe si çdo proces tjetër në Partinë Demokratike që është i manipulueshëm, nuk e gjeti veten e tij dhe bëri zgjedhjet e veta dhe përballë zgjedhjeve që zoti Shehaj ka bërë, nuk kam çfarë komentoj unë, sepse unë respektoj lirinë individuale të çdo kujt për të zgjedhur dhe për të qenë i zgjedhur. Kështu që përballë këtij fakti, ka qenë demokrat, ka qenë i votuar nga garat që ka marrë pjesë kur ka qenë deputet i Partisë Demokratike dhe nuk kam koment tjetër për të. Një koment për zotin Lapaj. Se patë një mini bashkëpunim. Apo jo? Të falenderoj për pyetjen, sepse edhe këtu ke patur akuza. Kam pasur shpifje, jo akuza, sa thonë Alesja Balliu ka kandiduar me parti tjetër, kur nuk është e vërtet. Dhe ti faleminderit që ma bëre pyetjen. Ka qenë momenti që zotin Sula dhe mua, Sali Berisha, dhe pse ishim më të votuarit, unë isha tek 3 gratë më të votuar në qarkun e Elbasanit, zoti Sula ishte më i votuar i gjithë qarkut, tha ju nuk do jeni se nuk dua unë, dhe unë nuk respektoj garën, nuk respektoj rregullat, nuk respektoj primaret, dhe na hoqi. Dhe unë dhe zoti Sula donim që të hynim
në një garë ku t'ishin listat hapura që na votonin qytetarët e Elbasanit, jo t'na vlerësonte Sali Berisha apo dikush tjetër. Dhe pa diskutim zoti Sula bëri një deklaratë publike që zjati 24 orë dhe ka përgënjeshtruar, po ta mbash mend Arber, që ka thënë unë nuk marr pjesë sepse ne donim listat hapura. Dhe ajo është një parti në cilat ju e dini si shkoi muhabeti me xhaje, me teze, me hall, edhe pa diskutim kjo u sqarua që në atë moment. Nuk quhet që ne garum, se nuk mund të quhesh garim kur ti ke qëndru fjala bie 24 orë. 24 orë me një deklaratë publike në të cilën e mori zoti Sula dhe më pas e ka përgënjeshtruar ai. Kjo ka qenë gjithë historia. Për zotin Lapaj, unë e kam njohur si avokat zotin Lapaj, si profesionist dhe kam vlerësim për të. Për ta mbyllur, Alesia, mesazhi që ti jep zotit Berisha nëse do ta kishe këtu në studio, nuk e kemi, por nëse do ta kishe, çfarë do t'i thoje në sy? Mos u bëj burracak Sali, do t'i thoja. Dhe mos e përdor më Partinë Demokratike për shkelcen Berishën, por kthejuja atë demokratëve sepse i ke marrë 35 vite Partisë Demokratike, gjërat më të bukura të saj dhe pa diskutim sot i nuk e çari jep më asaj partie. Ti sot vetëm me ty ajo parti sot vetëm humbet. Alesia Balluer dhe më fund të kësaj bisede. Faleminderit shumë, kënaqësi që të kishe. Gjithë mirat. Ndërkohë me këtë intervistë erdhëm në fund edhe të newscastit për ditën e sotme. Si gjithmonë ju bëj thirrje të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube dhe të na shkruani, jepni komentet tuaja, si e thash edhe një herë, do të lexojmë, do t'i shikojmë me vëmendje dhe më pas do dalim edhe në konkluzione për të patur të ftuar dhe ato tema që ju dëshironi. Deri atëherë, ju uroj gjithëve një javë sa më të mbarë.